E pra të dashur ndjekës të mi, erdhi koha që të ritakohemi përsëri me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të bërë një analizë, për të hedhur ca hipoteza për prajmin e natës së sonte, për diskutimet që ndodhen dhe për temat të cilat u trajtuan. Tani, në qendër të vëmendjes sonte ishte Selin. Në fakt, unë prita që ndryshe të trajtojnë gjërat, mendova që do t'japin pak më shumë alarm dasmës, mendova që do t'a përfolin pak më tepër dasmën, por realisht nuk u përfol dasma, nuk u përfol ajo që ndodhi në dasëm, nuk u përfol ajo që u tha në dasëm, ato gjëra që u prishën në dasëm, por vëmendja ishte krejtësisht tek Selin edhe tek Miri. Tani me pa tjetër, unë si një komentues dhe si shikues i kësaj gjëje, hedh hipotezën time. Tani, Ledioni, Arbri dhe Monika, dy opinionistët dhe moderatori, që në fakt vitin e kaluar kanë qenë në dasëm, një vit më herët kanë qenë në dasëm, pse nuk përzjodhen që të ishin në dasëm këtë vit? Mos ka qenë ky një plan i produksionit edhe Rogertit që të shkatrojmë gjithçka atje brenda vetëm e vetëm për shikueshmëri, sepse për një gjë jam shumë i bindur. Janë pak ato që e kanë ndjek atë natë dasmën për hatër Selinës edhe Gimbos. Dasma pati të gjitha ata audiencën vetëm për një arsye të vetme. Dhe një arsye vetme ishte fakti që në këtë rast Rogerti kishte hedhur hipotezën që do të shkatronte këtë dasëm dhe të gjithë shqiptarët prisnin se çfarë do të ndodh atë natë në këtë dasëm. Tani, do të ndaloj pak tek diskutimi dhe tek goditjet që ju dhan Selinës. Me sa e kuptoj, produksioni dhe opinionistët nuk dëshirojnë që Selin të qëndrojë e heshtur brenda asaj shtëpie dhe të qëndrojë në aleanca të këtilla. Tani, u përmend dhe u përfol shumë pse u thërrit Miri në dasëm. Mendoj që Selina aty gënjeu, nuk e tha të vërtetën. Iniciatorja për ta thirrur Mirin në dasëm nuk ishte Gimbo, por ishte Selina. Selin ka kërkuar që Miri të jetë në dasëm. Këtu nuk ishte sinqer, do me thënë sado që lojtare e fortë është pak gënjeshtare. Dhe u mundua që ta ndryshon formën. Tani, këtu ka dy pika. Është Selina jo e cila i hakmeret Mirit edhe e thriti në dasëm me kastile për t'ju hakmerur dhe për ta hapur të gjithë këtë temën e diskutimit dhe për të qenë në qendër të vëmendjes, sepse nga prizmi i parë, Selin është duke bërë të gjithën këtë gjurulltim brenda asaj shtëpie. Do të thënë Selin lufton në lojë me Mirin, Selin është afruar me Gimbon në grupin e martesës, Selin është në shënjestër të Rogertit, Selina është kudo në shtëpi dhe banorët e kanë temën kryesore. Tani Selina e bën këtë gjën se është shumë e zgjuar dhe e kupton që banorët po i vënë në provë dhe është duke luajtur me të gjithë banorët e tjerë, apo në këtë mes, do me thënë nuk ka sinqeritet. Rogerti dhe Miri u kapën tek syzet e Selinës, pse Selina i vuri syzat në partin që organizoi vllau i madh një natë përpara. Tani do gënjenim veten, në qoftë se do të thonim që Selinës nuk i intereson reagimi i Mirit, shikimi i Mirit, veprimi i Mirit. Tani derisa këto banorë do të jenë brenda asaj shtëpie, aty gjithmonë do të ketë ripërsëritje të ngjarjeve, sepse Selin duhet të diskuton me Mirin, duhet të debaton me Mirin, por që nga dasma, çfarë kam vërejtur unë? Që nga dasma, unë kam vërejtur që diskutimet e Selinës edhe Mirit janë diskutime shumë të egra. Para dasmës nuk ishin ashtu, do me thënë para se Selin ta puthte Gimbon. Ishin diskutime pak si më happy, kishte në mes një lloj buzëqeshje, se Miri sado kudo që thotë Selina ka ndjenja për mua, unë mendoj që dhe Miri ka ndjenja për Selinën. Sepse Miri vdes të ketë një debat, vdes të ketë një diskutim me Selinën, do me thënë, kjo gjë ishte para se Selina të martohet. Dhe në këtë mes, unë e shoh që Miri akoma nuk është pastruar emocionalisht nga raporti që kishte me Selin. E dyta, tani që flisnim për zënkën,
Tani pas dasme, debati me Selinës edhe Mirit ishte shumë i fortë, edhe ishte shumë i ashpër dhe ishte shumë denigrues. Tani, unë e shoh që Selina dëshiron të mbajë një status, sepse asaj i djeg dhe i dhëm në shpirt, se do me thënë i vjen zorë se dëgjojnë dhe familjarët e Gimbos, e dëgjojnë dhe banorët brenda. Selina është duke logjikuar jashtëzakonisht shumë dhe i vjen shumë rënd për sjelljen se si banorët janë drejtuar kundër drejt Selinës. Selina mendonte që në qoftë se do ta ndërton raportin me Gimbon, kjo është mendimi im, por jam i bindur që kështu ka mendu, banorët në një farë mënyre do ta linin të qetë dhe Selina nuk do ta kishte këtë presionin të cilin e ka dhe të cilin e ndjen. Dhe mendoj, duke mos logjikuar mirë, ajo tani po nuk di se si ti kanalizoj gjërat, nuk di se si të veproj brenda në këtë lojë. Selina mërzit sonte shumë, por unë mendoj që opinionistët të thjesht janë ndruan perceptimin, janë ndruan rrugën e lojës së Selin, dhe tani Selin do fillon të mendon edhe më gjatë, për të qenë pak më atraktive në lojë, do të thënë për të qenë pak më aktive brenda formatit të Big Brother. A do të krijoj afrimitet më të madh me Gimbon, apo do të rrihet distancuar dhe do të përfshihet më tepër në lojë dhe do të ndodh kjo që Selin do të afrohet me Mirin, këtë gjën që dëshiron ta shikon Rogerti, unë nuk e shoh të tillë, sepse Selin ka bërë një matematik, do me thënë shëndriti, hyri me laps dhe me letër, në kuptimin që ja tha të gjitha se çfarë po ndodh jashtë, ja dha informacionin dhe Selina bëri pikërisht në atë minutë lëvizjen. Do me thënë, deri në atë minutë, Selina rinte me Mirin, kalonte momente me Mirin, ishte shumë happy, shumë e lumtur etj. Nuk respektovi dhe letrën e babait dhe asgjë tjetër, dhe Selina bëri lëvizjen. Tani Selina nuk do të kthehet te Miri, sepse unë tek ato të dy, pa marrë parasysh, do me thënë, si do që ta komentojnë opinionistët dhe banorët, unë tek ato të dy shoh një lloj urrejtje, të paktën nga ana e Selinës. Shoh një lloj, do me thënë, kur ai respekti dhe dashuria të kthehet në urrejtje, unë këtë gjë e ndjej te Selina, sepse Selina as ju mërzitsonte, nuk ishte mërzitur asnjëherë në asnjë prime. Por mendoj që me të drejtë sonte, duheshte të goditen që të tre. Do me thënë, duheshte të goditet dhe Rogerti, duheshte të goditet dhe Miri, duheshte të goditet dhe Selina. Por unë kam arritur të krijoj një bindjen time dhe për këtë jam shumë i sigurt që opinionistët nuk e përballojnë dot debatin me Rogertin, Ledioni nuk e përballon dot debatin me Rogertin dhe i godasin këto banorët e tjerë të cilët mund t'i vetë menaxhojnë. Tani, unë nuk do them që Rogertin nuk do ta godasin, do me thënë këtë prime për këdhelën mirë, por në primet e tjera do ta godasin Rogertin, por jo kaq fort, do me thënë, jo si Selinën. Sepse Rogerti është banor që i godet të tjerët dhe nuk mund ta kontrollojnë. Do të shohim se si do shkojnë ngjarjet, do të shohim se si do të veprojnë banorët, çfarë vendimesh do të marrim dhe se si do të vazhdon marrëdhënia e Selin dhe Gimbo.